Mjaltë nga lulët radhiqe. Përgatitja shumë e thjeshtë dhe e shpejtë. Një lule të cilën e keni pothuar të gjithë në roborët tuaj. Përgatitja e kësaj mjalte është e thjeshtë, një mjaltë e shëndetshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht bëjmë ledhjen e luleve radhiqe, pra duhet që ti mbledhim me një shpejtësi, sepse mbyllën kështu nuk i qëndrojnë të hapura, nëse i lajmë të qëndrojnë për gjatë gjithë ditën. Lulët radhiqe janë lule cilat dalin në oborrin e çdo shtëpie pa i mbjellur, janë shumë të shëndetshme, përdoret lulja si mjaltë, kurse këto kur ti pkusim kështu e që hedhin këtë qumshtin, mund ta shfrytëzojmë për litha. Gjethet mund t'i shfrytëzojmë për sallatë, cilat kanë shumë vlera ushqyese, përdoren për diabet, për luks, për sëmundje të zemrës, për lloj sëmundje tjera. Njashtu ju përdoren dhe rrënjët për t'i tharë, që t'i shfrytëzojmë si çaj për të gjithë të sëmuarit nga kanceri. Siç e shihni është një bimë shumë e shëndetshme dhe e mirë për ta konsumuar. Tash bëjmë ledhjen e gjithë luleve. Filloj me përgatitjen e mjaltit nga lulët radhiqe. Në fillim bëjmë ledhjen e luleve. Unë i kam ledhur lulët radhiqe në një vend ku të pastër larg rrugës. I kam ledhur para një ore dhe për atë arsye kanë filluar që të mbledhen të vyshkën, po nuk ka problem, pasi më rëndësishme është që mos t'ju humbin vitaminat. I kam larë mirë dhe i kam kullu, tash i hedhi në tenxhere ku do bëj zirjen. Këtu kam pas 450 copë me lule radhiqe. Për këto masa na nevojitet 1 litër e 200 ml me ujë. Shtoj. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare i zim lulët radhiqe derisa të vlojnë ato, mirëpo tenxherës ja vendosi kapakun, derisa ta marri një val i lagë kështu në zjarr. Masa ka fillu që të vlojë, e vërejni dhe vet, ka një aromë shumë të mirë lulët radhiqe. Tash tenxherën e largojna nga zjarri dhe përsëri e mbulojna kështu me kapak dhe lojmë të qëndrojnë ambient dhume për 24 orë. Pas zirjes i kam lënë të qëndrojnë lulët radhiqe për 24 orë kështu në tenxhere. Tash morim dhe i kalojmë në një tenxhere tjetër. Kështu morim një tenxhere tjetër dhe ja vendosim një plëhur të hollë ku do bëj kullimin. Vendosi në tenxhere dhe i kulloj kështu, e hedhi gjithë masën në plëhurën. Tash kështu marr plëhurën dhe bëj shtrydhjen. I kulloj mirë gjithë lëngun, mundohem ta kaloj në tenxhere. Mjaftueshëm, kanë shlu gjithë vlerat apo gjithë vitaminat lulët radhiqe në ujë, pasi kanë qëndru për 24 orë. Pasi kam bërë kullimin e masës, tenxherën e vendosi në zjarr dhe ja shtoj sheqerin, gjithsej do ja shtoj 1 kg 200 gram me sheqer integral. E përzij kështu masën, monte një lugë, pak që të shkrinhet sheqeri, përzijm dikon për 2-3 minuta. Mjaftueshëm kam bërë përzirjen. Tash e largoj lugën nga tenxherja, sepse nuk duhet që të bëhet përzirje gjatë zirjes, dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi masën derisa ajo të fillojë të vlojë.
Masa ka fillu që të vlojë, tash ulim temperaturën në minimale dhe masën e zim për 1 orë. Pasi masën e kam zier për 1 orë në temperaturë të ulët, domethënë në numrin 3 bëhet zirja, unë e kam zjarrin nga 1 deri në 6, në 3 është mjaftueshëm. Tash ja shtojna lëngun e 1 limoni, kum shtridh 1 limon dhe ja shtoj lëngun. Nuk duhet që të bëhet përzierja fare gjatë kohës së zierjes, përsëri masën e zim dhe për 1 orë tjetër në të njëjtën temperaturë. Masa është zier mjaftueshëm, e kam zier për 2 orë dhe tash është gati që të largohet nga zjarri. Pasi masën e kam largu nga zjarri, tash dhe kaloj kështu nëpër kavanosa. Mund ta kaloni kur të ftohet, kur tjetë e nxehtë, varet se si doni të punoni. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizuar mirë, tash e kaloj masën. Edhe pse duket tash që është e hollë, nuk është e hollë, sepse kur të ftohet do të trashet. Kalojmë dhe në kavanosin tjetër. Nga ajo masë kam fitu 2 kavanosa nga 500 ml. Tash kavanosat i mbylli mirë në kapak dhe i lë në një vend të freskët në frigorifer apo në podrum dhe janë gati për konsumim menjëherë. Mirëpo unë do i lë që të ftohen dhe më pas do ju demonstroj se si duken pas ftohjes. Mjalta është ftohur, tash që ju demonstroj se si duket, është trashur mjaftueshëm, e vëreni dhe vetë, ka arritur nivelin e trashësisë, kurse kur është e nxehtë është e lëngshme. Kjo është mënyra më u tradashura se si përgatis unë mjalt nga lulët radhiqe, një mjalt me shumë vitamina dhe me shumë vlera ushqyese, e cila kuron shumë sëmundje. Besoj se kam ju pëlqyer nëse e përgatitni. Gjithë ju që më shikoni vazhdimisht, ju falenderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.